Konsumi i një luge uthullmolle para gjumit trajton menjëherë këto nënt probleme. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjnë një faktor pengues për dietën tuaj. Prandaj, pavarësisht shijes dhe aromës së saj, uthulla e mollës përshkruhet si burimi i rinisë së përjetshme dhe përdorimet e saj në dietën tuaj do të jenë mbreslëndse, gjithashtu edhe në parandalimin e një sër komplikacionesh citojnë studimet. Përpara se ta konsumoni, duhet ta tresni gjithmonë në ujë dhe kështu do të merrni përfitimet mbreslëndse në dobi të shëndetit dhe në parandalimin e një sër komplikacionesh. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i uthullës së mollës. Uthulla e mollës mund të përdoret për të shpërlarë flokun tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sigurisht që mund ta bëj atë edhe më të shëndetshëm. Njerëzit betojnë se uthulla e mollës si balsami gjithashtu mund të zgjidhë edhe ndonjë problem të ndryshëm të flokut tuaj. Prandaj, provoni të përdorni uthullën e mollës në kombinim me sodën e bukës dhe të lani flokët me të. Përdorimi i uthullës me flok do të balancojë gjithashtu pH-in dhe ndryshimet për të qenë gjithashtu më e shëndetshme. Përfshirja e saj në mënyrë të rregullt në dietën tuaj sigurisht që do t'jap rezultate të kënaqshme për të pasur flok të shëndetshëm dhe gjithashtu edhe më të mbrojtur. Uthullën e mollës mund ta përdorni edhe për të pastruar gjithashtu edhe lëkurën tuaj. Përdorimet e saj mund të përdoren në forma të ndryshme dhe recetat me uthull molle do të përbëjnë një faktor ndikues të drejtë për të drejtë, gjithashtu edhe në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Nëse e përdorni uthullën e mollës të tretur në ujë, do të keni gjithashtu më pak probleme me stomakun. Uthulla e pafiltruar është e pasur me fiber, të cilat do të mbrojnë gjithashtu shëndetin tuaj të stomakut. Dhe përdorimi i saj në mënyrë të rregullt në këto raste mund të jetë një zgjidhje kundër çështjeve siç janë edhe konstipacionet. Uthulla e mollës do të përmirësojë gjithashtu edhe pH-in tuaj. Uthulla e mollës do të ndihmojë në rikthimin e pH-it, veçanërisht asaj të lëkurës dhe të flokut tuaj. Nëse doni të përmirësoni pH-in, atëherë uthulla e mollës mund të jetë një ndikues i drejtë për drejtë kundër këtyre komplikacioneve. Duke u tretur në ujë, uthulla e mollës do t'japë rezultate fantastike dhe gjithashtu do të mbrojë shëndetin tuaj. Uthulla e mollës është një zgjidhje praktike me shumë element ushqyes edhe kundër problemit të infeksioneve. Nëse prekeni shpesh nga infeksionet, përdoreni uthullën e mollës si një trajtues shumë të mirë. Uthulla e mollës do të përbëjë një recetë fantastike kundër mykut që prek zona të ndryshme të trupit. Andaj mund ta holloni atë në pak ujë dhe të merrni rezultate mjaft të mira kundër këtyre komplikacioneve që mund të shkaktojë myku në organizmin tuaj. Uthulla e mollës është një zgjidhje produktive edhe kundër sheqerit të lartë në gjak. Studimet kanë treguar se përfshirja e uthullës së mollës në dietën tuaj mund të përmirësojë edhe luhatit të sheqerit në trup. Kësaj trupi arrin të rregullojë më mirë nivelet e sheqerit dhe disa studime kanë treguar se përfshirja e uthullës së mollës në këto raste në dietën tuaj do të përbëjë një faktor ndikues të drejtë për së drejti dhe gjithashtu të përmirësojë imunitetin tuaj. Uthulla e mollës do ju largojë gjithashtu edhe toksinat e tepërta. Nëse doni më pak toksina në organizmin tuaj, përdoreni në mënyrë të rregullt uthullën e mollës. Kështu do të keni më pak probleme në organizëm dhe gjithashtu do të mbani larg edhe problemet e toksinave. Mjafton ta tresni atë në një filxhan me ujë dhe ta konsumoni në mënyrë të rregullt. Nëse doni të bini nga kilogramet e tepërt, atëherë uthulla e mollës mund të jetë gjithashtu një lehtësues shumë i mirë për rastin tuaj. Uthulla e mollës e tretur në ujë do të ndihmojë në shkrirjen e depozitave të tepërta të yndyrës dhe gjithashtu në balancimin e shëndetit tuaj. Në këto raste, përdorimet e saj mund të jenë vërtet të mira edhe në lehtësimin e një sër komplikacionesh. Uthulla e mollës mund të përdoret gjithashtu edhe si një lehtësues i organizmit tuaj. Ndaj mund ta përdorni edhe për të vrarë bakteriet e dëmshme, për të përmirësuar shëndetin e lëkurës e të tjera. Por përveç përdorimeve në shëndet, ajo mund t'japë rezultate fantastike edhe në pastrimin e ambienteve të shtëpisë.
Mund të pastroni gjithashtu edhe perdet e dushit nga myku duke aplikuar në to uthullmolle. Shanset janë që ju të prekeni kryesisht nga myku dhe të ndikojnë gjithashtu në shfaqjen e problemeve në organizëm tuaj. Mund të përdorni edhe solucionet me uthullmolle për të larguar papastërtitë të cilat kanë kapluar ambientet tuaja të dushit. Uthullën e mollës mund ta përdorni për të rënë nga kilogramët e tepërt të trupit. Shkenca tregon se uthulla e mollës do të përmirësojë dietën tuaj dhe oreksin dhe gjithashtu do ta keni më të lehtë të përmirësoni edhe tretjen, duke mbajtur larg komplikacione siç mund të jenë fryrja ose edhe shpërbërja e dobët e yndyrnave. Uthulla e mollës mund të jetë një lehtësues shumë i mirë kundër problemeve të kolesterolit. Mund ta përdorni uthullën e mollës edhe si një lehtësues kundër këtij konstipacioni. Ka disa prova që thonë se uthulla e mollës ju ndihmon të ulni nivelin e kolesterolit në gjak. Një studim i vitit 2012 zbuloi se uthulla e mollës mund të ndihmojë në uljen e kolesterolit dhe triglicerideve të njerëzit që kanë kolesterol të lartë. Megjithatë, kjo nuk mund të përdoret si një zgjidhje e shpejtë dhe e afatgjatë. Uthulla e mollës është një produkt fantastik me vlera të çmuara në mbrojtjen e organizmit. Ekspertët këshillojnë përdorimin e saj si një zgjidhje mjaft të mirë. Atë mund ta përdorni gjithashtu edhe kundër problemit të akneve, dhe rezultatet që do të merrni prej tyre do të jenë vërtet të mira. Edhe pse disa njerëz besojnë se uthulla e mollës është shumë e ashpër për fytyrën, përdorimi i saj në lëkurë kundër akneve mund të japë rezultate fantastike. Sipas dermatologëve, përdorimi i uthullës së mollës në mënyrë të rregullt dhe me kujdes mund të japë rezultate mjaft të mira për fytyrën tuaj edhe kundër shqetësimit të akneve. Duke parandaluar kështu dhe jo vetëm problemet të akneve, por edhe shenjat e errta dhe njolla të cilat mund të ngelen në lëkurë si pasojë e ekspozimit të shpeshtë ndaj diellit ose dhe faktorëve të ndryshëm që ndikojnë në krijimin e këtyre problemeve. Uthulla e mollës cilësohet një lehtësues shumë i mirë edhe për ata persona të cilët kanë probleme me sheqerin në trup. Mund të mos ju ka shkuar mendja, por uthulla e mollës do të përmirësojë përthithjen e elementeve të sheqerit në trup dhe gjithashtu mund të përmirësojë gjendjen tuaj në mënyrë më natyrale. Mjafton ta tresni në një gotë me ujë dhe ta konsumoni atë në mënyrë të rregullt. Uthulla e mollës do ju bëjë që të ndjeheni më të ngopur dhe ta keni më të lehtë të përmirësoni peshën tuaj trupore. Nëse pini uthull molle do të ndjeheni më të ngopur për një kohë më të gjatë, sipas një studimi të kryer në University State of America. Dhe gjithashtu përdorimi i tyre në mënyrë të rregullt do të japë një ndikues të drejtë së drejti në organizmin tuaj edhe në betejën kundër peshës së tepërt. Uthulla e mollës mund të lehtësojë edhe pickimet e insekteve. Nëse jeni pickuar nga mushkonjat, bëni një banjo me 2 filxhan uthull molle. Pickimi do të lehtësohet ndjeshëm dhe mund të pastrohet gjithashtu edhe lëkura juaj. Uthulla e mollës është një lehtësues sidomos edhe një pastrues shumë i mirë. Bëni një përzierje me uthull molle dhe ujë, e spërkatni mbi fruta ose perime dhe në fund i lani ato me ujë të bollshëm. Gjithashtu uthulla e mollës nuk duhet të përdoret shumë shpesh në zbardhjen e dhëmbëve, por të paktën një herë në javë mund të japë rezultate fantastike në këtë drejtim. Gjithashtu uthulla e mollës mund të përdoret për qetësimin e fytit të acaruar, sidomos në pjesën e virozave. Ajo mund të përdoret edhe për të larguar problemet tuaja të tretjes, si dhe për të rregulluar problemet të cilat mund të shkaktojnë në lëkurën tuaj. Aplikimi i uthullës së mollës në mënyrë të drejtë për të së drejti mund të menaxhojë edhe problemet të cilat mund të shkaktojnë në shëndetin kardiovaskular. Ullumtimet tregojnë se uthulla e mollës mund të ulë nivelin e kolesterolit, të triglicerideve, yndyrnave në gjak dhe të përmirësojë kështu shëndetin tuaj kardiak. Kur përdoret e holluar në ujë, uthulla e mollës do të ndihmojë në balancimin e paheshit dhe reduktimin e problemit të akneve. Uthulla e mollës duhet të përdoret gjithmonë me kujdes, dhe nëse merrni medikamente të caktuara, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj përpara se ta shtoni atë në dietën tuaj. Edhe gjithmonë duhet të tretet në ujë dhe asnjëherë të konsumohet siç është nga shishja. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.